tanë janë mësuesët tanë. Vërtet mund mos na ke dhënë atë që ne sot do doni. Mirë po, duke kaluar koha, kupton që ata ka dhënë maksimumin. Tani të ulesh, ti thuash fëmijës, shiko se unë kam bërë këtë. Është një lloj si ta elmosh fëmijën. Po çfarë është pasqyra e prindit që duhet të transmetoj tek fëmia? Komunikimi në familje. Si të bëhet zgjidhja e problemeve. Nuk është nevojshme të bëj shumë gjëra. Nëna jep dashuri. Jep përkujdesje. Babai i tregon fëmijës se si të fitoj jetën. Një fëmijë i rritur në një familje të prishur, me prindër të ndarë, asnjëherë nuk është i plotësuar, sepse është një pjesë që atij i mungon. Problemi i njerëzve sot është pikërisht sistemi është një lloj rrymë për prishjen e familjes. Por njeriu pa familje asnjëherë nuk mund të jetë i plotësuar në jetën e tij. Përkundrazi, është gjithmonë gjysmë, gjithmonë i paplotësuar. Pasi fëmia nuk bën asnjëherë atë që i thua, por atë që shikon. Dhe prindrit janë pasqyrat e atij. Në bazë të sjelljes të prindit, ai e kupton çfarë do të bëj apo çfarë nuk do doj të bëj. Sido që të jetë, njerëzit çelës në jetën tonë janë prindrit tanë. Dhe folia e sigurt e çdo njeriu është vetë familja. Feminizmi që është hapur sot nuk është feminizëm. Por është një lloj rrymë për degradimin e femrës. Sepse femra arrin të prish familje. Mashkulli është çatia, femra është shtylla. Komplet fortunat, dallgët, vështirësitë janë kurrizin e mashkullit. Por atë që mban folen të ngrohtë është femra. Dhe nëse femra degradon, muret e saj nuk rezistojnë dot më tepër. Dhe fëmijët mbeten në mëshirë të fatit. Prandaj femra nuk duhet ta shikojë përgjegjësitë e saj si detyrim. Uji është për t'i dhënë jetë tokës. Toka është për t'i dhënë jetë pemës. Oksigjeni është për t'i dhënë frymarrje natyrës. Dhe të tëra janë hallkat e të njëjtit zinxhir. Femra e ka krijuar Zoti për të dhënë dashuri dhe harmoni, siguri. Mashkullin e ka bërë me muskujt, sepse ai është gjatari. Çdo ekuilibër ka peshën e saj. Që mos pranojmë përgjegjësitë tona nuk do të thonë që ne do shpërojmë këtyre, përkundrazi, humbasim busullën tonë. Prandaj duhet kuptojmë vlerën dhe përgjegjësitë tona. Sikur prindrit tanë të thoshin unë kam jetën time, sot ku do ishin? Atëherë dhe brezi i ri duhet kuptoj vlerën e asaj që është. Por thash, interneti është ajo që ka bërë njerëzit të humbasin kontaktin me njëri tjetrin. Por do vi një moment, vetë brezat që po vinë do luftojnë për eliminimin e teknologjisë, sepse do jenë të malluar për tokën. Nuk mund të bëhet robot njeriu, sepse në damartë e tij ka ujë.
Dhe kujtesa në të vërtetë e njeriut është uji. Uji shqipërisht, uji lëndohet shpesht. Uji si lulëzon, ashtu dhe trishtohet. Prandaj njeriu është prej damarës si punën e natyrës. Nuk mund të funksionojë njeriu të jetë i robotizuar. Kjo është thjesht fantazia e një grup njerëzish, të deur nga sukseset e tyre dhe brenda kufirit të tokës që është bota e njerëzve, nuk kanë çfarë të bëjnë më tepër, vetëm thjesht fantazitë e tyre ti eksperimentojnë në botën e njeriut. Por kjo nuk mund të funksionojë shumë gjatë, sepse njeriu është pjesë, është hallka e ekosistemit. Dhe ajo që në mbart sipër është natyra, ajo është i gjallë, ajo frymon. Nuk mund të mbaj qelizat kancerizuara mbi trupin e saj. Ja do zgjuhet njeriu, ja do asgjësohet totalisht, duke u bërë një kataklizëm totale. Ashtu si një njeri nuk mban qelizat kancerizuara, parazit në kokën e tij, as natyra s'mund të mbaj njeriu të jetë anti shoqëror, të jetë një sëmundje mbi këtë natyrë, këtë planet që mund ta konsideroj parajs, dhe ekzistenca këtu, për sa jemi, është një dhuratë e Zotit. Prandaj kuptojeni vlerën tuaj dhe merrni përsipër përgjegjësitë që ju takojnë. Është e vetmja mënyrë që brezat që vinë të jenë më të sigurt.